Dispozita e 990 Kushtetusës së Kosovës flet për mungesën e përkohshme të presidentit. Aktualisht i përcakton situata se kur mund të jetë kjo pozicion ose ky lloj funksioni vakant, qoftë në rastet kur të paaftësive mjekësore apo në rasteve kur e autorizon kryetarin e kuvendit që më zaventsu për arsye të tjera shëndetësore, si edhe në rastet tashmë të ditura kur jep tërheqje, i skadon mandati apo edhe shkarkohet nga ana e kuvendit të Kosovës dhe nga ai moment pozicioni si i tillë konsiderohet që mbetet vakant. Sipas 990 Kushtetutës, ky lloj pozicioni mund të ushtrohet ose mund të funksionojë me ushtruesin e detyrës së presidentit që post që mund ta bëjë vetëm kryetari i kuvendit të Kosovës. Dhe Kushtetuta ka bërë qartë periudhën kohore se kur dhe deri në cilën afat kryetari i kuvendit mund të qëndrojë në atë pozicion si ushtrues i detyrës së presidentit. Dhe atje është dispozita shumë e qartë. Dhe aty thuhet shumë qartë që posti i ushtruesit të detyrës së presidentit duhet të bëhet ose mund të bëhet nga kryetari i kuvendit për një periudhë jo më të gjatë se sa 6 muaj. Dhe kjo i bie që periudha 6 mujore llogaritet nga momenti kur pozicioni i presidentit legjitim ka mbetur ose posti i presidentit ka mbetur vakant. Pra, ka mbetur pa funksionari legjitim në atë pozicion. Dhe në rastin konkret, meqense Zoti Osmani ka skaduar mandati me datë 5 prill, i bie që deri me 4 tetor, kushdo qoftë kryetar i kuvendit mund ta mbajë funksionin edhe të ushtruesit të detyrës së presidentit. Ky është aktualisht edhe interpretimi që është ose edhe sqarimi që është në Kushtetutën e Republikës Kosovës përkatësisht tek 990. Përderisa nuk ka ende vendim tjetër, të themi ashtu, ose interpretim tjetër nga ana e gjykatës kushtetuese, kjo edhe mund të konsiderohet që është rrethana e vetme aktuale që e jep ose që sqaron që deri me datë 5 tetor mund kemi kryetar kuvendit që mund ta mbajë edhe funksionin e ushtruesit të detyrës së presidentit. Në të kundërtën, në rast se cenohet, shkelet ose në rast se nuk respektohet dhe nuk zgjedhet presidenti i ri legjitim, atëherë hym në një terren të paqartë dhe mbas edhe nevojitet interpretim nga ana e gjykatës kushtetuese. Megjithatë, këtë lloj interpretimi duhet më shikuar pastaj se kush ka të drejtën me dërgu. Sepse ju e dini që tashmë në rast se hipotetikisht kuvendi konstituohet sot apo nesër, i bie që edhe dita e 60 e zgjedhjes së presidentit të përfundojë po në ditën kur i ska dhënë edhe afati 6 mujor kryetarit të kuvendit që ta mbajë funksionin e presidentit apo e ushtruesit të presidentit. Prandaj ka shumë rëndësi edhe me pa se kur do të përfundojë ky afati 60 ditor i mbajtjes së këtij funksioni dhe e dyta është aty se kush do të jenë palët e autorizuar që mund ta dërgojë rastin në gjykatë kushtetuese. Në rast se s'ka qeveri legjitime dhe në rast se s'ka parlament, sepse nëse kuvendi për 60 ditë nuk e zgjedh presidentin, ai kuvend është i shpërndar dhe rrjedhimisht nuk ekziston më legjislatura, nuk ekzistojnë më mandatet e deputetëve. Kryetari i kuvendit s'ka drejt me referu çështje në gjykatë kushtetuese dhe pastaj do të jemi në një dilemë ose në një rrethon teje të paqartë dhe nuk di se si do të sillemi në kuptimin institucional.